Sa mendon për lidhjen Mateo dhe Brikena? Unë mendoj që Mateo pëlqen Selinën. Brikena apo vetëm veten? Brikena është e kalkuluar në kornizë, nuk lëviz nga kushtetuta Big Brotherit, ri brenda. Po Selin mendon se pëlqen këtë Mateon? Mendoj që edhe Selini mund të ketë një feeling, por mendoj që Selin ka një ngatërres ndjenjash aty. Tre meshkuj të këmbët. Mirin që e ka pasur në formën e një, po themi, mentori të gjithë lojës së 60 ditëve të para, dhe tani ajo dashuria dhe respekti që kishte për to i është kthyer në urrëtie. Është Gimbo që e ka si një shok të ngushtë, për cilën të gjithë ne kemi nevojë për një shok ose shoqe të ngushtë që ndjejmë, po themi, shkarkojmë atë negativitetin e jetës dhe të energjisë negative që kemi rreth, dhe Gimbo është aty, dhe ajo po ta shikoni gjithmonë në momente që ka lot, ka kështu është me Gimbon, dhe ai është atje gjithmonë. Dhe mendoj që përqyeshmëria e saj për Mateon ndoshta mund të vazhdojmë mbas Big Brotherit, po jo brenda Big Brotherit. Kush është Monika origjinale? Kush është Monika origjinale? Unë jam e Big Brotherit, ndërsa kjo është e portokallis. Wow, zërin. Ka mendimi ke? Kush është më i bukur? Kjo